është vendimi jemi me kriju komunën e Unikut. Edhe e këmë bo me zemër në nivel komunal. I kanë dur dhe lira njerëz tonë me vendosë për koalicion. Kjo është realiteti yni. Nuk jo mune as i PDK, as i LDK. Herot Qakurit. Herot Qakurit për shembull, se fotografin, që nxjerrë fotografin Haradina e quan në Binkurtin njeri të Serbisë sekondata. Jo prit. Që po bëjmë kështu. Që to është Nezir Kroku. Që është ai që dallimi këtë herë zotë Haradinaj. O bë koalicionin Unik. Hajt vedën e Nezir Kroku. Tash Nezir Kroku një Unik i thot Haradinajt heroi Qakurit. Pa i Neziri tash atë me kon mira i si shdol me Neziri në fotografi për mas. Po çfarë më thon? Është figurë, që e tregon një realitet cilin edhe ti gjithë e dim. Ramush Haradina nuk e kam mbështet publikisht, nuk ka majtë qëndrim për taksën, për Qakurin, për gjithë. Une me Unik e kam një lidhje emocionale. E du Unikun. Gjatë kohës luftësh, mija, pas luftarët mi kanë qëndru aty. Njerëz të Unikut kanë luftu. O ko një fortesh. Aty ka ndrujet Bekim Berisha, Bekim Abeja, Elton Xheka, Permet Vula e shumë tjerë, një Unik. Kam shkue, kam të rejek në i Malokun, rej atje, se o plagu aty. Kam shku vetë personalisht me e marë. Edhe në momentin e parë që mu ka hep një mundësi, realisht për me kriju një komunë të re, është vendimi jemi me kriju komunën e Unikut. Edhe e këmë bo me zemër, se i dua të njerëz i respektaj, nuk kom në një interes tjetër një Unik. është një vendbanim, një histori, një vlerë që e respektaj. Kur ka udheqa grënë kuqe, atje o mënu me punu për beshë. Po jo siguroj o mënu me punu. Ka dhe rezultate, nuk ka pa kritik, po mënu me punu. Kur i kemi u bgjet, para kësaj ere, birun i këmë honë uranja këtaj tashë. Mirë po, ju siguroj, balafaqimi im, qof me thaqin dikur, që unë këmë bo balafaqim me thaqin që shedini, qof me kurtin, nuk e ka qëllimi për qanë parë që popullin e Kosovës. Nuk e kom qëllimin me hinë familje, me hinë na në nivel komunal. I kanë dur dhe lira njerëz tonë me vendosë për koalicion. Kjo është realiteti yni. Nuk jo mune as i PDK, as i LDK. Nuk vendosë që janë, ju lutëm, ata vendosin. Na i pyshim, na i thojmë, qëfar oferët ashki, qëfar mundësi shki, por vendimin e merë dega e na ja respektojmë. Edhe ju e vrejtët që shka qenë në i nivel nacional i aleancës aty. Pra, askush i kryshis nuk o konë aty kërë e ka marrë vendimin. Për shembull, në Mitrovic e përkrajnë Arjan Tahirin, njerëz të aleancës. Dikun tjetër të LDK-s. Pra, ku nuk jem në angarë të parë... NP? Besoj që janë në përpjekje me bo marrëveshje me Zoti Muhaxheri, paktën me Asadion. Edhe, po vdika vendosh, pa nuk është vendimi jonë, besoni ta. Tani ju muni me i thonë që po do këtë qëditëshëm ti këtu ata atje, po nësi më ka du mi përqa poplin palës. Se edhe Albini, edhe Ramushi, edhe Hashimi, nuk jem përjeqëm, shkoj me vim, po vdjetë. Nivel komunal nuk ju ndërhymë besoni. Kem bashkëverish me vetë vendoshen Kamenic, Faton Jakubi, ka bashkëverish në vite. Nuk është se na jemi bona herë shkaktar me fitu VV-ja një komunë, nështë pas shumë, se nuk në ka ra mundësia më bo, por për shembull fiton një kryetari i komunës. Tash po flasim për koalicione para zgjedhore zotë Haradinaj. Po, jo për marrëveshje pas zgjedhjeve. Amo edhe këto koalicione para zgjedhore kanë efekt matematik e më të vogël. Po, ajo po se po, ajo nuk është tash do. Nuk është si veprim politik. Na nuk kemi kohë deri tash një ndihmës që më thon fal juve VV-ja fitoi një komunë. Nuk na ka ndodhur. Po të na kishte ndodhur, thojmë po, se ka vendosur dega, po nuk na ka ndodhur. Amo ju lutem, na në nivel lokal nuk i përqajmë njerëz. Unë ku jam terren, unë për shembull jam kryetar qeverie. A dini që unë e kam vizituar me ta Raskukën për zhen? Normal. Edhe kam thonë çka më vendimu. Shumë normale ajo. E kam vizituar kryetarin e LDK-s, Lutfi Azieri, i kam thonë çat vjen. Situatë para zgjedhore zoti Haradinaj. I kam dhënë tokë për varrezë se s'ka zhilon atko. E shumë tema tjera. Çka po ju them me këtë? Nuk e reflekton parimin ton, vizionin ton për çështjet nacionale, zhvillimet lokale. Jo në nivel lokal, çish dojnë le të interpretojnë tjetër, le të na shohin sa dojnë. Po s'ndryshon se është prej 2009-s. Na mujmë me ulem i diskutu këta, po aktualisht dega jonë është sovrane me marrë vendim. Edhe kjo ndodhë, ju lutem.
Edhe besoni, që pytit i kryetarë tonë, pytit dikë tonë. Ashtë një vendim nëse mojmë, ata informojnë, për shembull në kryeshi edhe në grupe tona të institucioneve tona të partisë, kryetari informon, thotë nderuam kryetar, nderuam anëtarët kryeshisë. Pas negociatave, me tek, kështu, dega ka vendosur që vijon. Edhe kaq është, s'ka më.